I rikthehemi bisedës me të ftuarit në lidhje me muajin e Ramazanit. Blendi, ju përshkruat atmosferën kur ishit fëmijë. Diskutohet që Ramazani karakterizohet nga një atmosferë, si tha Hoxha, e pa interpretueshme, por thjesht e përjetueshme. Dhe kjo është një prej atyre mrekullive gati që nuk rroken dot sepse ndodh kjo gjë. Megjithatë, përpos atmosferës përgjithshme ekziston dhe një vetdije, një intimiteti që ka njeriu, individi me veten e vet, raportin e vet me Zotin, për t'i dhënë hakun këtij muaji. Si ka evoluar në vitet e kju, pra nga mosha e vogël, nga jo atmosfera në familje me gjyshrit, me prindrit, pra gjithë fisi, dhe a ka evoluar, po them, ka ndryshuar në vite që atmosferës i shtuar dhe pikërisht ky raport, ky intimitet në këtë muaj, gjatë agjërimit. Madhështia dhe bukuria e këtij muaji është se ka një farë lloj intimiteti dhe diskrecioni me krijuesin, sepse ai është i vetmi, me të nuk ka hipokrizi. Ai është i vetmi i cili e din ose nuk e din sinqeritetin tënd. Ndër të tjera nevojitet në këtë muaj që të pranohet ky adhurim, ky ibadet, nevojitet sinqeritet. Sa i përket evoluimit, kur kemi qenë fëmijë, gjyshrit, Zoti i mëshiroft, një farë forme për me na stimulu që ta agjerojmë, thëshin qepeni, gjysmë ditë agjeroni sot, gjysmë ditë nesër, ndërsa e llogarisim si të plot. Domethënë kjo ka qenë një bazë fillestare stimuluese shumë e mirë, shumë kreative edhe interesante për ne. Mirë, po me evoluimin e kohës, me marrjen e dijeve islame, konkretisht dijeve fetare që kanë të bëjnë me muajin e Ramazanit, përmes të cilave njeriu vetdjesohet dhe ngritet në një shkallë më të lartë, atëherë e kupton se me të vërtetë agjërimi është një obligim i cili hyn në mesin e obligimeve ose shtyllave të mëdha të fesë ose bazike dhe kërkon angazhim, sinqeritet, kurajo dhe në këtë mënyrë mendoj se çdo vit e më mirë ka shkuar procesi i të agjëruarit, i mbajtjes së këtij muaji duke u plotësuar. Mirë po, mendoj se ende unë personalisht ka shumë elemente të cilat duhet që të përmirësohen në mënyrë që inshallah në ditën kur do takohemi me Zotin ton t'i marrim frytet e këtij agjërimi dhe kësaj sakrifice. Edhe diçka nëse mund të them mirë, te madhështia e Ramazanit në raport të tjerët si e shohin agjërimin, domethënë këtë proces. Dihet se shumë njerëz të shkencës ose të mjekësisë e cilësojnë si operacion pa brisk. Mua tashmë po më kujtohet një fjalë një kritiku dhe dramaturgu të njohur irlandez, Bernard Shaw, i cili para një shekulli ka thënë se recetat e doktorëve në të ardhmen do të jetë namazi dhe agjërimi i muslimanëve. Tash ne mund ta paramendojmë para një shekulli që Islami në Evropë ka qenë një farë forme jo krejt i pa njohur, mirë po jo masiv si që është tash, komunikimi ka qenë shumë i vogël, e kanë parë dhe e kanë nuhatur madhështinë e Islamit, konkretisht në këtë rast agjërimit. Dua të them se agjërimi ka një kuptim edhe një sens të veçantë tek njerëzit. Mu më rastis shpesh ndodh që të shoh njerëz cilët për fat keq ndoshta gjatë tërë vitit konsumojnë alkool. Mirë po ata nuk e mohojnë dashurinë dhe respektin që e kanë për fen. Mirë po, kur vjen momenti i Ramazanit, ditë e Ramazanit, ata betohen të Zoti se për këto 30 ditë o krijuesi im, po të betohem se unë nuk do ta bëj këtë gjuna, do ta kontrolloj epshin tim me cilin po përballim gjatë tërë vitit. Mendoj se kjo është shumë emocionuese kur i sheh tek ta njerëz. Ka dhe njerëz cilë të bëjnë, domethënë, mëkate tjera, si haptas, si fshetas, mirë po mendoj se Ramazani është ai i cili, nëse mund të themi, ajo sita e cila i largon të këqijat ose problemet cilat i kemi në raport me krijuesin ton, edhe mendoj se kjo e bën këtë muaj që njerëzit me të vërtet ta ndinë një kënaqësi shpirtërore, sepse është një sakrificë. Ne mund të bëjmë sakrifica në jetë shumë, mund të bëjmë sakrifica në punë sepse na duhet për para ta marrim një rrogë dhe të jetojmë, ose mund të bëjmë sakrifica për shkollë për ta fituar një pozitë ose një epitet. Këto kanë kurzime, mirë, po kjo është një sakrificë cilin ne e bëjmë me vetë dëshirë. Edhe me shpresën që një ditë do t'i marrim frytet e kësaj sakrifice.